que prévu et il a fallu une première mi-temps. Ekipi shqiptar ka mbërritur vonë në Francë. Avioni është ulur në aeroportin Charles de Gaulle në orën 20:30. Me një herë pas, ata janë nisur me autobus për në Auxerre, ku kanë mbërritur në mesnatë. Shqiptarët duhet të njohin stadiumin, por edhe ndriçimin, pasi e kishin ndeshjen e parë jashtë vendit. Në stadium janë të pranishëm 11.000 tifoz, të gjithë tifoz të Auxerrit. Që në fillim topin e ka marrë Lezhi dhe ky aksion në minutës së 11 mund të kishte përfunduar me gol. Otto Kore, pastaj Matizi, një goditje e Bejevja dhe portieri pret. Ekipi Auxerrit qëndroi tërhequr për 10 minuta, pastaj erdhi një korne i Shifos. Catalano është aty për ta gjuajtur, topi shkon te Boli, më pas te Guerrero që gjuan. E rimarrja me kokë e Bejevja dhe Bazil Boli me të majtën realizon golin e parë. E shohim edhe një herë këtë gol që ka gëzuar shumë kapitenin e Auxerrit, i cili sapo kishte mësuar këtë pasdite lajmin e lindjes së vajzës së tij. Por nëse lojtarët e Auxerrit mërziten shumë për rastet e humbura, si ky që po shohim, pas kësaj goditje nga qendra të Shifos për Guerrero, ose edhe një rast tjetër i ngjashëm më vonë, duan që ekipi të mbetet në avantazhin e vogël të fillimit. Por edhe në minutën e 33, goditja me kokë e topit nga Bejevja dhe goditja e kontrolluar e Shifos nuk ja dolën. Rien n'était donc résolu à la mi-temps. Ne ishim pak të emocionuar sepse e dinim që kishim përballë një ekip të përgatitur e nuk patëm shumë fat, por e dinim që do të luanim më mirë në pjesën e dytë e do të shënonim shumë gola. Me të thënë me të bërë, Guerrero shton forcat duke marrë një goditje këndi. Kornja gjuhet nga Vajerua dhe realizohet goli i dytë. 2-0. 6 minutes à peine après la reprise. Shqiptarët detyrohen të hapin mbrojtje. Një aksion i fortë i Kovac, i cili e mban topin me qëllim ose jo, dhe pastaj pason te Bejevja, që shënon golin e tij të dytë. Kishim një lloj motivimi që të bënim sa më shumë gola, pasi në pjesën e parë bëm shumë gabime. Është sërish një aksion i Bejevja që ndihmon në realizimin e golit të katërt. Ishte një goditje e bukur nga e majta, një pas perfekt në qendër dhe shqiptarët ndëshkohen me golin e katërt. Pra jemi 4-0, vetëm 10 minuta para përfundimit të ndeshjes. Një aksion i Kovac që mund ta humbiste topin. Shqipëria ose